Faleminderit, zoti kryetar. Tani, ju kemi dërguar një kërkesë, zoti kryetar, në lidhje me dosjen e Belinda Ballukut. Keni mbi një muaj që keni marrë nga SPAK-u një dosje që i është drejtuar, ju është dënë që ju ta përcillni te deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, sepse ne duhet të votojmë në lidhje me heqjen e imunitetit. Ju këtë dosje e keni kyçur në kasafort, e keni shpërndar me një grup deputetësh, të cilët rastësisht i bie, nuk kanë thënë asnjë fjalë në lidhje me këtë dosje. Praktikisht, ajo dosje në këtë parlament zëre se nuk ekziston. E keni zhdukur, e keni ndarë me njëri tjetrin dhe po mbroni një të akuzuar sepse ka abuzuar me fondet e shtetit shqiptar. Tani, zoti kryetar, kjo nuk është vetëm një shkelje e rregullores dhe të kushtetutës. Ju po mbroni korrupsionin me postin tuaj. Me këto veprime, zoti kryetar, po mbroni të korruptuarit. Dhe kjo është e papranueshme. Kërkojmë që sa më shpejt të na vihet në dispozicion dosja, sepse na takon, jo sepse na bëni ndonjë nder. Përndryshe, zoti kryetar, do i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Dhe turpi do mbetet mbi ju, sepse jeni vetmi kryetar i Kuvendit të Shqipërisë i cili ka fshehur një dosje komprometuese të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Është detyra juaj të bëni transparencë. Duhet të nxirrni dosjen. Duhet që qytetarët shqiptar të dinë si ka vjedhur Belinda Balluku, me kë ka vjedhur Belinda Balluku, cilat janë përgjegjësitë e kësaj qeverie, e kryeministrit, e maggjorancës, po edhe opozitës nëse ka, në lidhje me abuzimet skandaloze prej të paktën 1 miliard euro të Belinda Ballukut. Mjaft mbrojtje të korruptuarit, zoti kryetar. Faleminderit. Shumë faleminderit.